Kosova dhe Serbia janë pajtuar që të funksionalizojnë Komisionin e Përbashkët për personat e zhdukur gjatë luftës në Kosovë. Krye negociatori i Kosovës, Besnik Bislimi, pas raundit të dialogut me Serbinë të zhvilluar në Bruksel, tha se tani mbetet që javët e ardhshme të takohen zëvendësit tanë dhe të përcaktojnë prioritetet e para për punën e Komisionit të Përbashkët. Qëllimi ishte që të arrijmë dakordsim që sot ta funksionalizojmë Komisionin e Përbashkët për jetësimin apo zbatimin e marrëveshjes për personat e pagjetur në mes të kryeministrit të Kosovës. Takimit ishin të suksesshme dhe në fund arritëm që përfundimisht ta jetësojmë këtë objektiv, deklaroi Bislimi. Ndërkaq, krye negociatori i Serbisë, Petar Petković, e cilësoi raundin e dialogut si takimin e parë të Komisionit të Përbashkët për zbatimin e deklaratës për personat e zhdukur. Marrëveshja u arrit pas disa orësh bisedimesh ndërmjet si europian në dialog. Peter Sorensen zhvilloi veç me Bislimin dhe Petkovićin. Në fund të këtyre takimeve, në orët e mbrëmjes u mbajt një takim i përbashkët në të cilin marrëveshja u formalizua. Ky komision i përbashkët për personat e pagjetur është pjesë e deklaratës së përbashkët për personat e zhdukur, për të cilën u pajtuan kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić në vitin 2023. Rikujtojmë që afër 1600 persona vijojnë të jenë të zhdukur. Pjesa më e madhe e tyre është shqiptar. Raundi i ri i dialogut u zhvillua pas vizitës së Sorensenit në Prishtinë dhe Beograd javën e kaluar. Takimi i 22 janarit ishte i pari në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Serbisë dhe Kosovës për këtë vit.